Tensionet mes Brukselit dhe Beogradit rrezikojnë të përkthehen në pasoja konkrete financiare. Bashkimi Evropian po shërton pezullimin e rreth 1.6 miliard eurove fonde të akorduara për Serbinë, pasi autoritetet serbe miratuan një paketë ndryshimesh ligjore që prekin drejt për drejt sistemin gjyqësor. Paralajmërimi u bë nga komisionerja për zgjerim Mark Takos, e cila theksoi se reformat e fundit po minojnë besimin e partnerëve evropian ndaj angazhimit të Serbisë për standarde demokratike dhe sundimin e ligjit. Sipas saj, këto zhvillime po e bëjnë gjithnjë më të vështirë për mbështetësit e Beogradit në Bruksel të justifikojnë përparimin e vendit drejt antarësimit të BE. Ligjet po hynë në një fuqi këtë javë që synojnë centralizimin e sistemit të drejtësisë. Ato parashikojnë kufizimin e mandateve të kryeprokurorëve dhe rritjen e kompetencave të presidentëve të gjykatave mbi qytetarët. Kritikët argumentojnë se këto masa forcojnë ndikimin e politik mbi drejtësinë dhe rrisin kontrollin e presidentit Aleksandar Vučić mbi institucionet kyçe të vendit. Sipas organizatave të pavarura dhe ekspertë ligjor, ndryshimet mund të dobësojnë luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit në nivele të larta, duke rrezikuar hetime sensitive dhe pavarësinë e prokurorëve. Nga ana tjetër, ministra serbe e drejtësisë ka mbrojtur ligjet duke deklaruar se ato synojnë rritjen e efikasitetit dhe përshpejtimin e procesit gjyqësor. Autoritetet në Beograd i kanë kërkuar një opinioni këshillimor. Komisioni i Venecias, organ ekspertësh pranë Këshillit Evropian, për të vlerësuar përputhshmërinë e reformave me standarde evropiane. Serbia ka hapur negociata për antarësimin që në 2014, por progresi drejt integrimit ka mbetur i ngadalt për shkak të korrupsionit, dobësive institucionale dhe shqetësimeve të vazhdueshme për shtetin e të drejtës. Paralajmërimi i fundit nga Brukseli shesi një sinjal i qartë se reformat demokratike mbeten kusht thelbësor për vazhdimin e mbështetjes financiare dhe përparimit drejt Bashkimit Evropian.